Kryetarja e shoqatës është rrallë të jesh i rrallë, Gordana Loleska, është përfshirë me një video adresim në kuadër të fushatës kombëtare, e cila realizohet nën moton "Dhurimi i organeve i jep kuptimin më të lartë humanizmit". Loleska tha se çdo ditë fillon me shpresë, por për shumë familje, çdo ditë është vetëm një tjetër pritje e gjatë dhe e pasigurt. Sipas saj, shumë pacientë me sëmundje të rralla përballen me diagnoza që me kalimin e kohës dëmtojnë organet vitale, ndërsa transplantimi i veshkës, mëlçisë dhe mushkërive mbetet shpesh shpresa e tyre e vetme për jetë. Дали моментот кога ќе ја слушнеш ретката диагноза за која што со години нема лек, или оној момент кога ќе ти соопштат дека со тек на времето ќе доведе до откажување на некој витален орган. Многумина не знаат дека голем дел од пациентите со ретки болести во текот на својата борба се соочуваат токму со оваа реалност. За нив, трансплантацијата на бубрек, црн дроб или бели дробови е единствениот преостанат спас за живот. Loleska theksoi se nuk flet vetëm si aktiviste, por me gjithë qënjen e saj, me gjithë ndjeshmërinë dhe forcën që ka, si nën dhe si prind, fëmia i së cilës ndodhet në listën e pritjes për transplantim organesh, ajo shtoi se kur vuan një antar i familjes, vuan e gjithë familja. Тогаш секојдневието станува борба во која етнината зависи само од еден повик, од една одлука. Како родител, нема поголема болка од тоа да ја гледаш немојкта пред болеста, но нема ни поголема сила од надежта во градите. Во нашиот дом, секоја секунда е борба, а секој очекување на срцето е молитва за шанса за нов живот. Loleska gjithashtu sqaroi se dhurimi i organeve është akti më i lartë i humanizmit, një vendim që edhe në momentet më të vështira mund të jap jetë dhe shpresë një personi tjetër. Nga 1 tetori 2026, qytetarët e Maqedonisë së Veriut do të kenë mundësi të deklarojnë në mënyrë vullnetare nëse dëshirojnë të jenë dhurues organesh pas vdekjes, përmes modulit të ri në sistemin elektronik, termini IM.